Përshëndetje Kryeministër, përshëndetje të gjithë. Atëherë unë jam Floreta Sula nga Bashkia Prenjas, bletare fermere. Tashi bletarinë e kam trashëguar nga babai faktikisht dhe e ruaj me shumë fanatizëm. E ruaj domethënë edhe përveçse ka shumë vështirësi, sepse bletaria dihet që ka vite që ka prodhim, por ka vite që nuk ka prodhim. Vërtetësitë e veta janë sepse bujësia çdo ditë dhe është në rënje. Nuk po punon njëri tokat, pashë sa u bëdha ajo që i jepni në pjesën e natës, po tokat janë gjere. Kjo ka ndikuar shumë. Në këto 2-3 vitet e fundit për shembull që është tasira shumë e madhe. Ajo që doja thoja unë është kjo, që një prodhues nuk mund të bëjë domethënë edhe prodhimin edhe shitjen vetë. Do ishte shumë mirë të mundësoshe një pikë grumbullimi për produktin e blete. Kryetare, dëgjon? E dyta. Se jo, më fal, pse i them kryetare dëgjon? Sepse më ka rënë goja dhe më mbije goja, po dhe kjo është një nga pikat që i ka në ngarkim zoti Demo që ti ndjeki me kryetaret, sepse bashkit duhet bëhen ura midis prodhuesve dhe tregut për të mundësuar grumbullimin aty ku nuk mundësohet natyrshëm nga tregu dhe nga privati dhe për të mundësuar agropërpunimin aty ku nuk mundësohet natyrshëm nga tregu nga privati. Se ju thatë që tokat nuk po punohen, në fakt e vërteta është që në disa zona, siç është zona juaj, ka problem për punimin e tokës për shkak të largimeve dhe për shkak të faktit që jo të gjithë e kuptojnë se sa më mirë është punosh tokën tënde dhe sa më shumë nxjerr nga toka jote sa të rish punosh tokën në Greqi e në Itali, ku është gjithmonë e më vështirë të kapësh fundin e muajit. Sepse në zonat të tjera tokat punohen edhe prodhohet nga 2 nga 3 herë në vit. Kështu që për këtë arsye këtu është dhe më strategjike puna që duhet bëj bashkia. Bashkia duhet mbledhi bletarët. Duhet mbledhi bletarët, duhet i thotë së bashku do bëjmë një shoqëri të përbashkët. Do bëjmë një projekt. Ku duhet të jetë pika grumbullimit? Në filan vend. Po, në filan vend do bëjmë projektin dhe me atë projekt do t'i shkojmë qeverisë, do i shkojmë AZBR-s etj dhe do financojmë. Kjo është gjëja që duhet bëj, pse kjo është shumë e qartë. Në lidhje me pikën e grumbullimit, ne si bashki kemi një operator që punon në Greqi, i cili ka kontrate me gjithë Europën, ai çuni është nga Prenjasi, për fat mirë ka një vend tij aty, janë magazinat e ish minierës. Unë kam bërë gati 2-3 takime me ta, biles kemi qenë dhe në Selanik, edhe bashkë me të do kemi pikë në Prenjas. Nuk do ketë një kapacitet shumë të madh. Ne fillimisht themi përdon mos i gjithë tyre si është Flora atje, ta fillojmë me pakicë. Piles ky djali na ka dhënë edhe një mundësi tjetër, e gjithë fushë domosdoshmës, e cila tani nuk është e gjitha e punësuar, ai thotë do t'i orientojmë të gjitha ata fermer. Unë biles kam filluar edhe me një grup punë të bashkisë për të i ndërgjegjësuar të grumbulluar të bashkojmë tokat, që ai ti mbjellë ato produkte që kanë më shumë vlerë, edhe këto do shkojnë gjitha për eksport. Besoj që jemi në hapat e para, por shumë shpejt ne do arrijmë ta bëjmë të pikën. Nërsa për punimin e tokave që thotë zonja, bletarën Prenjas neve kemi bërë shumë panajire që edhe ti reklamojmë, jo vetëm kemi mbështetur edhe me buxhet nga bashkia me aq sa kemi në mundësi, por besoj që kjo pikë që do bëjmë Prenjas, thashë do bëjmë me kapacitet jo shumë të madh, pasi ai djali e ka për vendin dhe ka një eksperiencë shumë të madhe. Të kesh një djalë si ky që the, apo 2 djem, apo 3, apo 5, që kanë këtë eksperiencë është aset. Por duhet bashkia të marrë leadershipin dhe të ndërtoj gjën, sepse kështu edhe djemt e kanë më të lehtë që të bëhen pjesë, e kanë më të lehtë që të fusin kapitalin e tyre aq sa do të fusin. Bashkia duhet të fusi kapitalin e vet. Edhe bletarët t'i fusni pjesë me 1% të vogël, s'ka nevojë të financojnë ata, po të jenë pjesë 1% të vogël dhe kështu bëhet një shoqëri e përbashkët dhe nga e cila përfitojnë të gjithë së bashku, siç e bën gjithë bota. Do ta bëjmë këtë gjë. Unë kam besim te Nuriu sepse është një burr i urtë që i jep drejtim punëve pa zhurmë,
Duke qenë se, siç tham, Bleta bën pjalmimin ke frutat, nuk do kishte prodhim. Për shembull, do ulej prodhimi ka 60% ke fruta dhe ke prerimet. Mirë, po fermeri këtë nuk e din. Do me thënë, si duhet ta rregullojmë këtë pjesën, ai më shikon si një armik për shembull. Është Grenza ai, shef si armik. Patjetër. Si e shef Grenza Bletën? E shikon për shembull, nuk e ka kulturën e dur që në vendet e zhvilluara bletarët i paguan fermeri që unë të shoj bletët tek parcela e modhe, për shembull, e marr për shembull. Ndërsa këtu nuk ka kjo gjë. Këtu ai të shikon si armik bletarin, për shembull ta sulmoj, t'ia helmoj, për shembull parkun e bletëve dhe nuk e dim se ku të drejtohemi, nuk dim se ai çfarë, domethënë jemi në rrezik të gjithë bletarët është një diçka kjo që është një problem shumë i madh. Shiko, edhe për këtë çështje, varet nga zonat, varet nga pikat, se për shembull ka zona ku jo vetëm që kanë këto bashkëpunime, por ku po bëhen dhe disa inovacione me insektet që përdoren në funksion të prodhimit për ta quar në zero përdorimin e kimikateve etj. etj. Kështu që edhe për këtë juve keni ministrin e bujqësisë nga qarku, do duhet që Arbi të organizojë një takim me kryetarët e bashkive, me gjithë bletarët e zonës, me ministrin e bujqësisë, për të parë si mund të bëjmë dhe një projekt pilot. Ai me siguri është ndjeni edhe me siguri ka shumë gjëra për të thënë, kështu që do ta zgjidhim këtë. Keni një gjë tjetër? Po, kam edhe diçka. Po, e ke edhe tjetër, rregull. Atëherë, në të gjitha produktet që blejmë për bletarin, i marrim me çmim sa ti do shefi aty magazinës që të na japi ne. Pse mos na njihet për shembull neve që ta marrim pa TVSH, për shembull, çdo lloj. Tashi mua dëgjoj, duhet dish një gjë. Mua Ministri i Financave më thot gjithmonë, Kryeministër, ju jeni i lirë të premtoni çfarë të doni dhe bazuar në programin e tjerë, po ju lutem shumë vetëm TVSH-n mos guxoni ta prekni askund me askënd. Kështu që TVSH-ja nuk preket. Madje, ne nga edhe ndërveprimet me Bankën Botërore, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Komisionin Evropian, një nga detyrat që kemi në proces drejt antarësimit, kemi heqjen e përjashtimeve që i kemi aktualisht. Kështu që ne për këtë po rezistojmë, po përjashtimet e TVSH janë shumë të rralla, do jenë gjithmonë më të rralla derisa të hiqen fare.